Pas 16 orësh debate, Parlamenti miratoi buxhetin dhe paketën fiskale për vitin e ardhshëm. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 32 kundër, miratohet. Buxheti u miratua me 83 vota pro dhe 32 kundër. Socialisti Erion Braçe nuk votoi 2 prej projektligjeve të paketës fiskale, ndërsa socialisti Vullnet Sinaj nuk votoi gjithashtu 2 që u kaluan në orët e para të mëngjesit. Buxheti prej 8.8 miliard eurosh fokusohet te rritja e pensioneve, rritja e pagës minimale në 500 euro, si dhe indeksimi i pagave bazuar në normën e inflacionit. Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të buxhetit në parlament premtoi se jo vetëm viti 2026, por i gjithë mandati 4 do të ketë prioritet pensionet. Ky buxhet për herë të parë adreson në mënyrë domethënëse dhe të qëndrueshme përmes një angazhimi financiar afatmesëm prej 1.7 miliard eurosh rritjen e mbështetjes së pensionistëve. Demokratët votuan kundër buxhetin, pasi sipas tyre paratë e taksapaguesve shqiptar do të përdoren për interesat personale të kryeministrit Rama. Ku do dëgjoni që Rama dhe ballukët e tij në qeveri po ju tregojnë sa mirë jetoni, tregojeni këtë dosje të Spakut. Është tuneli i Llogaras, ku vetëm në një tender të paracaktuar nga Edi Rama dhe Belinda Balluku janë zhdukur të paktën 50 milion euro. Debate të mëdha pati edhe për projektligjin e faljes së detyrimeve të akumuluara ndër vite nga biznese ndaj administratës tatimore dhe doganore, pasi sipas deputetëve demokrat ai përbën një padrejtësi ndaj tatimpaguesve të rregullt. Nga ana tjetër, për kreun e financave Petrit Malaj, ky projektligj pritet të sjellë një bashkëpunim më të madh mes sipërmarrjeve dhe administratës tatimore.